Doja ta vrisja ose Laert Vasili tregon momentin kur pas shumë vitesh gjeti personin që e abuzoi seksualisht. Në një rrëfim të fortë, aktori i mirënjohur Laert Vasili u ndal edhe tek deklarata që bëri gjatë kohës kur ishte brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, kur tregoi se në moshë fare të vogël një fëmijë i tij ka abuzuar seksualisht. Ai tha se vendosi të flasë për këtë ngjarje sepse ajo kohë errët e atyre viteve fsheh kaq shumë ngjarje të rënda, por që sipas tij askush nuk zgjedh t'i tregojë dhe t'i bërtas me zë të lartë. Më dhemba i fëmia atëherë, por jo unë tani. E kam gjetur personin, kam shkuar në një kafe përballë dhe rria e shihja 1 orë gjysmë, doja ta vrisja, por nuk e bëra. Nuk doja ta denoncoja, doja ta vrisja, ose atë që u bëni në mesjet, tha ai.